Fenomeni kultivimit të drogës është në bumin e tij përgjatë këtij viti. Edhe pse policia në lidhje me situatën e Ashashit në qarkun e Gjirokastrës është mjaft e rezervuar lidhur me këtë fenomen, madje duke mos pranuar shtim të kultivimit kanabis, duket se statistikat e komunikatave zyrtare të nxjerra pikërisht nga blu deklarojnë të kundërtën. Brenda arkut kohor 2 javor 15.150 rrojnë kanabis sativa janë azgjësuar në qarkun e Gjirokastrës, shifër e cila konfirmon prezencën e drogës. Përgjatë arkut kohor janë evidentuar një herë azgjedhje 5 parcela të ndryshme, ndërsa policia ka vënë pranga vetëm 2 autor, ndërsa në rastet e tjera ajo po punon për kapjen e identifikimin e autorëve. Konkretisht në Memaliaj deri tani policia ka bërë të mundur evidentimin e 2 parcelave me hashash, duke azgjësuar 7.599 rrënjë, ndërsa janë vënë pranga vetëm 2 autor. Ndërkaq në parcelat e tjera brenda arkut kohor 10 ditësh janë evidentuar në rrethin e Gjirokastrës dhe konkretisht në Audrije me rreth 3.100 rrënjë, në Fushbar 1.250 rrënjë, si dhe në fshatin Prongji 3.300 rrënjë kanabis, të cilat janë azgjësuar me anë të djegjes dhe ndërkaq nuk ka asnjë autor. Të rezervuara janë dhe informacionet pranë policisë Gjirokastër, të cilët bëjnë zyrtare vetëm shifra të vogla dhe krejtë papërfillshme krahasuar me lulëzimin e drogës përgjatë këtij viti. Dikur i cënuar si bastioni më i madh i drogës në Shqipëri, Lazarati, sot duket se sytë e kultivuesve janë dalur në rrethin e Tepelenës, ndërsa relievi thyer dhe zonat e thella bëjnë që vetë policia të ketë pamundur shifrat zyrtare të parcelave me kanabis. Rruga drejt fshatit Dhëmbla, një zonë mjaft e thellë malore në Tepelen, mbartet edhe një numër të lartë parcelash ku vetë banorët pohojnë jashtë kamerave, se të rinjt kanë zgjedhur këtë mënyrë jetese për të ardhurat e tyre. Shumë prej tyre monitorojnë rrugën drejt fshatit me mjete të ndryshme, kryesisht xhipa, ndërsa heshtja e banorëve është po aq sa e policisë mbi këtë fenomen.